Si fillim, në momentin që vjen dikush në terapi, normalisht ne marrim simptomatologjinë dhe arsyejmë pse vjen në terapi. Dhe problemi që përgjithsisht ata sjellin është thjesht maja e icebergut dhe problemet ndoshta janë më të thella. Por nëse nisim në simptomatologji që në rasti që unë kam hulumtuar dhe kam kuptuar që kemi pas të bëjmë me një traumë, vjen përgjithsisht probleme me marrëdhëniet dhe ndërtimin e marrëdhënieve me botën. Aty jashtë kur them botën ne referojmë qoftë marrëdhënie personale me persona të tjerë, që marrëdhënie me punën, marrëdhënie sociale që krijojmë me të tjerët, ose marrëdhënie me aktivitetet dhe mënyrën se si ti e jeton jetën aty jashtë. Shumicën e rasteve personat thjesht mbijetojnë dhe kanë humbur sensin e të jetuarit. Problemet që hasin në marrëdhënie, problemet që hasin në krimin e raporteve me të tjerë, le të themi, personat që ndryshojnë vazhdimisht punën ose nuk janë komod në një punë, stabilitet. Mungesa e stabilitetit janë disa tipare që vjen re, mungesa të marrëdhënieve të dëmtuara familjare dhe kemi ndjesi jo të mira, jo të këndshme për familjarët ose për njerëzit që i rrethojnë. Janë disa tipare, gjitha këto tipare ose simptoma le të themi që evidentojnë te një person, na bën të ulëmtojmë dhe të kuptojmë që ndoshta shumicën e rasteve shumica e gjërave janë në hershmëri, sepse siç të gjithë e thonë dhe psikologë shumë të njohur që modelet në tiparet tona ndërtohen në mënyrat jonë se si ne funksionojmë ndërtohet në vitet e para të jetës. Dhe Gabor Mate është ai psikologu që e thotë trauma jeton në trupin ton dhe është aty e fjetur derisa ngacmohet si jashtëmi dhe ajo aktivizohet. Edhe në vitet e fakultetit një nga pedagogët e mi shpesh e thoshte që kur bënim ato eksperimentet, mini eksperimentet në auditore, ku e ndjen, vendos dorën ku e ndjen, që trauma jeton në trupin tonë dhe trupi fiziologjikisht reagon ndaj traumës, le të themi. Dhe trauma mund ne të përgjigjeshim dikush në stomak, dikush në kokë, dikush në krah, dhe nëse hulumtojmë pak më thellë gjatë kohës do na marr pak shumë kohë për ta kuptuar realisht ku është pozicionuar trauma, do të vëmë re që çdo gjë është e lidhur dhe është në sinkron. Nuk se ka element të panevojshëm apo të mosdoshëm në trajtimin e një problematike të caktuar.